Përshëndetje! Mirë që vini në kanalin tim. Sot ditë e shtunë, dita shumë e trisht për Milon që të lajshë. Shu fillovi dita jonë e sollëm që ta të shqelbëm këta qenë. Edhe çdo herë më dhim se të vite ka që e sjellëm këtu ta lajm. E çdo herë më dhim se ti shkreti që futa ta bishtin poshtë kamkave dhe don tik me vrap e uren ujtin, e uren dushin. Por ç'a të bëjmë? Edhe tani prindërit e Milës kanë një orë të lirë. Kështu që e kalojmë këtu në të përdorura. Ne dy gjëra i gjeta. Marrëm edhe qenkën tani. Po Lulusi bello! Lasagne tojtis! Fillim të ngrohuna këtu furën që ta hajmë. Dhe çfarë kemi? Frutat e verës janë më të mira të çdo sezoni. Kemi marrë këte, shalqin, pjepër, unë preferoj këte, Klajdi preferon atë tjetra. Dhe mora pak nga këto. Edhe janë kështu si të shtypura. Nuk e di, ai gjatë gjithaj që janë super tembla këto. Edhe mora ti provoj, nuk e di po do më pëlqejnë, se në përgjithësi nuk më pëlqejnë kjo tekstura e qime se kanë nga jashtë. Sa keqe E preva shumë keq. Skaq. Shikoni sa mirë që duket. Edhe mbaner fantastike. Ta pres? Prit. Hajdeni me mua. Që t'rregoj unë çfarë mora, çfarë bleva, që pastaj të bëj një lavatriçe. Drit, gjithë këtë ripim. Që më duk shumë i bukur. Është një mix kafe burgundi dhe ka detajet gold. Është dhe lëkurë dhe made in Italy. Nice. Ishte ky fundi që ka material fantastik ky fundi, i bardhë, duhet të jetë super i freskët. Nuk e di po do më bëj, por them ta vej në vintage. Kjo bluza, Ibiza style që ka dalë super shumë në modë, me super detaje të bukura, edhe kjo ngjyra më pëlqen shumë. Është marka franceze Trejolie, me diçka lino të bardhë nga poshtë, besoj do duket yll kjo ndehar. Duhet ta provoj të shoh po më bën. Do më vi shumë keq pas më bëri. Dhe fundit një xhaketë, kjo nuk është fare në temë, është 100% lana, ull, por ishte numri Klajdi, kjo ngjyra si tip gri e hapur shumë e bukur. Brenda është edhe e gjitha atlas. Edhe se pas që thash burit merret se është gjuna talesh. Okej, mua më ri gjigante. Yes, super. Dhe kalon nga indiani, që nuk është indian, është nga Pakistani na tha. Dhe mori Klajdi çorape nga këto të hapura tani, shumë pal. Okej. Unë mora këtë që ishte me 1 euro, kam një të këtill, sitka, por e kisha marrë përsëri me aq max 1 euro në Mercato, po është ngjyrë shumë e shpifur. Thjesht atëherë më duhej që s'kishte ngjyrë tjetër. E pas këtë thash, 1 euro estetika, lajit e mora. Por me e bukura është kjo. Kishte në dimër markën New Balance, edhe i kishte vënë me 39 euro, çdo produkt 39 euro. Tani kishte ulur edhe i kishte vënë 29 euro. Dhe ishte kjo felpa, burash, por shikoni ngjyra sa e bukur që është, kjo ngjyra jeshile. Ka edhe këto detajet këtu anë që I really liked it. Domethënë më pëlqen ta vesh edhe unë, po kam frikë që barabar do më ri gjigante. Burje provovi aty te dyqani, rin të shumë mirë, i thash, merr, është e bukur, Klajdi nuk ka shumë felpa, do që ka i ka prishur, është klasike e Klajdit kjo si teknik. Këto ishin super bleret tona exciting që bërëm edhe sot. Shalqinin ta pres? Prita. Na lumshin duart burri pas kemi qarë këto lasagna. Ndjen diçka ndryshe, domatja. E ka dhënë prap për kohë të keqe sot. Po sot në dark kishim thënë të dalëm me Klajdin sepse do bëjmë ca, po e di unë si tip mini evente në qendër në Modena këndende, pa që do kishte banda, pa që do kishte cinema të hapur, po shtyjeve njërin tjetrin, them të dalëm, nuk e di çfarë do bëjmë tani. Ka dalë vrimtësirë jashtë, ka filluar era, telefonat që zë bërë shqip, po pora si javën e kaluar edhe dolëm, e hangërëm. Gjithsesi, unë kam një shim pako që doja t'ju tregoj. Është pako vetëm me bizhame. Po njerëz, kam bërë porosi vetëm me bizhame. Okej, porosinë e bëra unë, po ma kanë dërguar duke qenë që është kolab. Prandaj kemi edhe kod, kështu që po doni diçka nga shini mund të përdorni kodin tim ose haroni. Edhe hajdeni t'ju tregoj bizhamkat e mia të reja. Gata filloj. Where do I begin with? Nuk jam bizhame basic që keni parë. Mendoj që shumica e bizhameve janë bizhame partikolare që kam marrë. Kjo marka këtushin Leisure, Soft and Comfy, kishte produkte yll. Fillojmë me këto, që sa cute is this, që të rish në shtëpi e të jesh kështu chic. Thuaj se do i vish edhe jashtë, prisim t'ju ul pak.
Mbase këtu duken pak më mirë. Këto janë të gjata, kjo ngjyra kafe adhuroj. Ky kurizi kështu e dini, it's my thing. Provoj tjetrën. Shikoni këtu sa detaje të bukura që ka kjo bizhamja. Vjen këtu me disa kopsa, edhe mund ta kopsitësh më lart ose më poshtë, varet nga busti, nga njërin tjetrën. Edhe shumë flowy, domethënë shikoni sa bukur që lëvizet. Ndjem si nëpër filmat, si ato gocat që vishin bukur nëpër filmat. Edhe kjo me këtë kurizin. Oh, pas kemi një palë për burin. Bur, të kam marrë ty. Të marrë bizhamka. Tregoje. Është blu si ato stilet amerikan. To janë një lloj me ato ngjyrën kafe. Nuk e di po e kuptoj që më pëlqeve shumë ky modeli. Ky fustani është i gjatë deri në fund. Është super i freskët, është fantastik, por është pak i tejtukshëm, prandaj edhe po mbaj këtu se nuk dua të ekspozoj. Edhe kjo është super i bukur mbrapa. Ky modeli këtu më kujton K-drama, ato seriale koreane. Fiks kështu vishin gocat aty. E kjo ka material yll, po duke qenë që është me treçereq, është më shumë për në pranver besoj. Dhe dy të fundit janë nga marka Shein normale. Kjo është me pjeshka sipër. Ka edhe këto detajet para si tip centrino. Ka edhe këto si tip flutra poshtë pantallonkat. Kto zmadhojnë e zvogëlojnë sipas dëshirës. Aprov. Kjo është mund udhëtime, pushime i shull grek. Ka të gjitha këto detajet, mbase është pak too much tani që po e shoh. Por nuk është too much, çfarë po them tani edhe unë, pa fuskop. Pas ka marrë edhe një palmë me këtë gjata. Nuk e di çfarë ngjyrë është kjo. Boqelli është. Ka një pak sinoncë boqell me lejla. Po ja fuskop prap. Materiali kësajt e shikoni këtu. E shikoni këtu si tundet, si lëvizet sa është. Yll, e rehatshme, nuk e ndjen fare. Më pëlqejnë të gjitha shumë. Do ju lë kodet e rrobave te description box bashkë me kodin tim që mund të përdorni. Dhe tani vemi gati që t'ikëm në super, se kemi kaq kohë që nuk po ikëm tamam në super. Si njerëz të blejmë mirë gjërat siç duhen. Dhe na duhen mjaft shumë gjëra më duket. Ja tregova ju bizhamet, po e kam lënë shpirë muj tani. Kur të kthehemi, do i rregulloj. Dhe të parkimi supermarketit dele shef këtë. I think I'm all bene, I'm an eagle. Ishte dhe komshia që po pastronte shkallën, bërë mbak mua bet. Edhe komshia më tha mos dal sot, se e ka thënë që do ketë temporali violenti. Nduket të bëhet për një të gjë që bëhet javën e kaluar. U përmbyt këtu vendi javën e kaluar, ta henën që po bënte ajo, u përmbyt, arrinte ujti deri në tu. Nga zona që ishte puna e Klajvit, se këtu shqyr zotit nuk arriti të bëhet ashtu. Duhet të mbyllë ato prej drurit, sepse i lava unë xhamat këtë javë. E do më bëjmë për të rilar, e pastaj do të shmenden fare. Po t'i la javën e tretë rjesht. Supermarket Hall, mish, nuggets vegetariane, kuskus integrale, feta, tono. Ndërkohë po të ju tregoj këto, po sot dua të hapu dallalliqet se s'bën. Kam ngrënë gjithë javën mirë, edhe kur haj gjithë javën mirë, pastaj weekendin dua të hapu dallallekun tim. To, mos thoni asgjë, baconeti për qengën ton, letra kuzhine, veska, qumësh, kefir. E di më thatë të marrat e bion është më mirë se sa kjo me frutat, por ajo bio nuk më shionaj shumë sa kjo me frutat. Pastaj unë nuk e konsumoj tepër, mund të pi një të vockël nga këto në ditë. Avokado kemi këtu, misra, to alprot, që janë si tip kos me fruta, po janë vegetale edhe këto, nuk kanë brenda laktoz. Qiqra, mora një spec që e përdor të kuskusi. Harova ta marr sot te fruta verdurat. E pastaj ka prap kos kefir 100 për milon, e kaq. Këto ishin. 90 euro. Po them që këto lasagna tani që i lash për drejt. Mirëmëngjes nga dita tjetër. Sot dita, të themi të vërtetën, nuk e dhivi edhe aq bukur. Po unë s'po i thosha javën e kaluar, po i ndjekëm shumë të rejat që po ndodhen në Oriente, si quhet Oriente në Shqip, në Middle East, me Izraelin e Iranin. Zgjova edhe pash deklarimin që bëri presidenti i Amerikës, duke thënë që jemi shumë të lumtur që bombarduam Iranin. Izraeli vetë bombardoi Iranin. E i tha, unë po të bombardoj sepse e di që ti po zhvillon armë nukleare të forta, edhe do i përdoreshin ditë kundra meje. Këtë gjë Izraeli për Iranin e thotë që në 1995-85 ka vite që thot, po të njëjtën muhabetit, po të njëjtat gjëra dalën e thojnë për ata. Edhe për 6 muaj do i kenë gati, për disa javë do i kenë gati, për do i kenë gati. Edhe i bombarduan sepse ata supozojnë edhe dinë e fantastikojnë që kjo do ndodh. Ata ndërkohë mund të kenë armë nukleare vetë Izraeli, po thotë Irani ti nuk dua të kesh. Kështu që Izraeli bombardoi Iranin e Irani ja ktheu Izraelit. Sepse sikur të vijon te shtëpia jote, ta fus me plumb në kokë dikujt familjarit dhe pastaj të them, unë e di që ky familjari jot një ditë të më rifte mua,
prandaj e vrava që tani. E ti pastaj të duhet të rish kështu, e të më shohësh. Dije çfarë taja ktheve, e u fut si gjithmonë mes tani Amerika e tha, neve po bashkëpunojmë me Izraelin edhe po bombardojmë Iran. Amerika këtu e një vit e gjysmë nuk po bën asgjë për Palestinën, për Gazën, nuk po bën asgjë. Por aman kundrejt Iranit po. Po, kundrejt Iranit po. Për Palestinën e Gazën e lem. Biles Amerika i jep edhe lek, i jep edhe armë që të vazhdojnë të bombardojnë Palestinën e Gazën. Armat që janë dhënë në Palestinë, një amerikanëve ishin. Është sikur po shoh një Film amerikan. Një film me klon. Nuk e besoj dot që të gjitha këto po zhvillohen para syve tona. Edhe jam shumë e zhgënjur sepse kuptoj që çfarëdo që të bëjmë neve, sido që të sillemi ne, nuk të ndryshoj kur asgjë. Nuk ekziston me demokracia që dikur krijuan grekët, nuk ekziston. Edhe akoma më e keq është që gjithë Europa i thot presidentit të Amerikës po, çfarë të thuash ti atë do bëj. Në të reja të tjera dje rashi, çara rashi, se po e shoh nga toka që është e lagë. Po ne kishim mbyllur gjithë shtëpinë, kishim ndezur kondicionerin e nuk kemi kuptuar asgjë. Çfarë po bën ky qenka i bukur këto? Po bëhet gati tik për kafe? Dhe e dini çfarë duhet të bëj që kam lënë pas dore? Duhet të shkoj të bëj fotografi, për kartën e identitetit që hodha në plera, duhet ta rinxjerr këtë kartën e identitetit, kanë kaluar 2 javë që atëre. Nuk kam bërë asgjë. 3 javë mbase. Këtu i bëjmë fotot për dokumentat në përgjithësi, ja. 6 euro. Ka edhe foto të këtilla, po do me 3 euro. Lemi show you in. Jam shumë e shkurtër për këtu, s'po kuptoj tani. Super keq këto fotot e dokumentave. Super fantastike ju. Kanë ta vëm këtu, prishet. Plus ja u tregova këtë çantën, nga Temu është. Edhe kishte edhe këtë brenda, që mund ta heqësh këtu ta vesh në çdo lloj çante. Shumë më pëlqevi. Është vibe. Erdhëm të bëjmë një xhiro këtu në qytet. Të shohim po kanë organizuar ndonjë gjë. Woke up to 17 new problems. Blowing up my phone. Oh yeah, you know that if you let them, they'll try to break your soul. So I put on my robe and pour some coffee. Bëjmë një xhiro, ulëm pivëm një prosecco aty me burrin, nuk kënaqem me muhabet kënde ande. Edhe tani, ka vajtur ora 1, është shumë vap, ka dalë dielli fort. Prandaj do shkojmë në shtëpi të ndezim kondicionerat, t'japëm me lushes ta haj drekën e vet. Mos po më haj tani faktikisht, po do shoh. Po paguam buri parkimin, se nuk gjetëm parkim nga ato të shtetit që ta linim pa lek. Edhe një xhiro të duash të bësh, duhet të paguash. Sa lek pagove burr? 3 euro. Sa s'kycin ka bello. Oce, dasuri. E zampën atë. Hajt edhe pjesa jashtme e pushit. Jemi kthyer në shtëpi, ka veshur bluzën time, të pisat me kos këtu. Ai kosi alpro me mango ishte shumë i mirë. Ta provoni, mua nuk më pëlqen mango, po ai më pëlqej. Fruta është shija e jetës. Thjesht më mirë ta heqësh lëkurën. Besame. I like it. Ne jemi ulur në divan që thoni dhe po shohim situatën, po shohim podcast, po shohim geopolitikan që flasin për gjërat politikan, psikolog. Ka rënë një mini depresion, sepse për ata që janë marrë pak me geopolitikën ose me historinë, e dinë që kjo gjëja që po bëhet tani është diçka e ripërsëritshme. Ka ndodhur 1 milion herë të tjera. Çfarë ka lënë neve diela? Shpresoj ju të jeni në plazh. Por gjithsesi, mirë është informoni për këto. Jo nga lajmet, është thjesht propagandë politike. Po që vetullat këtë javë, edhe ndjem shumë mirë për veten time. Me zër po pres të vinë në Shqipëri, kam prenuar të bëj edhe level-t, ngrej çerpikat e mia. Duke u rritur kuptova që më pëlqejnë gjërat natyrale shumë. Kur isha më vogël desha extension të vet. Tani që rritam nuk i dua, por level-ja është më delikate, më pëlqen më shumë te vetja ime. Çerpikët extension të desha të vi për një dalje apo për një diçka njërin tjetër, nuk i duroj dot një muaj, sidomos nga fundi e urrej. Një vetull edhe sa ndryshim të bën psikologji, ndjem tjetër njëri tani. Diçka po më mban erë. Kam hekur. Ora e vetme që ndjem e larg është momenti që bëj dushin e 1-2 orë mbas. Kem të vedhi një mask. Kam këtë që kisha porositur nga Stylevana, Hyaluronic Acid with Peach Essence Mask Sheet. Është ndonjëra nga ju estetiste ose dermatologë ose kupton ndonjëra nga ju nga skincare në përgjithësi? Sepse më kanë dalë shumë, kjo mënyrë fantastike. Më kanë dalë shumë promotions me gra që pin collagen. E thënë që femra humb nga mosha 20 deri 30 vjeç 1% të kolagjenit të trupit. Të kolagjeni është ajo gjëja që na i mban lëkurën kështu, më të tërhequr le të themi. Edhe marrën suplimente kolagjeni ose që janë në formë pluri edhe i pinë me ujë, ose që janë gummy bears, tip karameli,
Milka, por nuk e di po realisht ai kolagjeni që konsumoj të bën punë. Prandaj do desha edhe një këshill nga një ekspert, po kemi këtu dikë. Bëre një muhabet në ChatGPT, më thaj që edhe tipisht nuk bën mrekullira, po këtë e di, nuk pretendoj mrekullira as nga kremrat as nga suplimente. Janë thjesht një ndim pak më i tepërt, plus që kolagjeni që pin, thoshte Chati që nuk është se të kthen kolagjenin që ke humbur, thjesht stimulon qelisat që të prodhojnë pak më shumë kolagjen, por jo që ti jepin ato edhe të futet kolagjeni në trup. Edhe Chati thoshte që po ti je shumë i rregullt, ta konsumosh çdo ditë, të thoshte kuantitetet që duhet të konsumosh çdo ditë, atëherë mund të shohësh një ndryshim të vogël mbas shumë kohe. Kështu që nuk e di po ja vlen, e nuk e di po realisht bën punë, se unë jam e rregullt, por bën realisht punë. Këshillohet kjo gjë. Who's that girl? Si përfundim drekën edhe nuk kanë. Nuk na isha asnjëri tas tjetrit. Si vazhdim do mundeshim të kishim gatuar në shtëpi. Por nuk e zgjodhëm si opsion. Morëm sushi. Faktikisht morëm 2 paketë dhe pak sushi. Un kam pa gren sushi. Çukur ishte Leanat. Po, çukur ishte këto Leana. Ne, tregoj, ja, do. Edhe morëm edhe 2 paketë me salmon e edamame, domat, ka po vdes nga uria në këtë moment, po vdes. Edhe kam vënë vetëm një kështu. Supozuan që veç njëri do hajme këto. Buon appetito. Mirë mëngjes nga e Hana. Është mëngjes, edhe jashtë ndihet gjatë 50 gradë, si në filmat herore është. Edhe do ikem në palestër, po. Vapa nuk është justifikim për të dalë në palestër, në palestër ka air condition, kështu që ije. Sot më presës të dera po plije ti. Po thash ku vajti Lulusi, ca pati Lulus ka ime. Tuk. Bella dush, futaj dhe peshira të lajnë, se kam nevoj. Dhe kam këtu, pako plus këto që kam printuar të si për pakove. Gjarat që ju tregohen dhe të përdorve, ishit. Nuk më bëndë asnjëra, nuk marrin një mirë, ishin shumë të bukur, por nuk marrin një mirë. Kështu që i vura në shitje, edhe unë kur i ble më pëlqen, i them, sa bukur kjo stilet kështu. Pastaj kur i bëj foto që t'i vjen në vinte, të them, po kush do i blej, nuk i ble njeri. Pastaj brenda ditës i blen, i them, okay, duhet të kesh pak më shumë besim te vetja jote, Ançeta. Dhe mirë që u shitën të gjitha bashk, se janë të gjitha për postën, edhe të bëj vetëm një rrugë. Plus më shkruan tani Klajdi më thotë, do të vish me mua në plazh nesër. Punon dikuafër plazhit e në plazh të bukur. Po nuk e di çfarë të bëj. Por nga ana tjetër them, po mos vajta tani, s'kam për të vajtur deri në ngushtë në plazh. Mos komentojmë fare flokët, okej? Të shënoja tani këtu në telefon të notë, sepse të brëndin që thoni në palestër, e bëra një si ti peshore që kemi atje, edhe të matë përqindjen e muskulit, përqindjen e djamit, përveç peshën do me thënë, të matë përqindjen e ujtë në trupi, edhe të gjitha këtë gjëra. Dhe kisha bërë këtë para 2 muajve dhe ribera tani që të shoh pak ndryshimin, sepse ndryshimi, ju kam thënë kur doni të bëni ndryshime në trup, nuk janë asnjëherë do punë, do kohë, do besim. Ka marrë 700 gram peshë, që është shumë gjë mirë. Edhe nuk ka shkollaj për mua njerëz të marrë peshë. Realisht e di që dikush do thotë s'ke marrë asnjë kile, çfarë po thua, por nuk është për të gjithë një lloj. Unë nuk kam thënë e kam shumë të vështirë. Kam marrë peshë, pastaj kam humbur djam, kisha 15.7% djam e tani kam 13.8 djam. Kam marrë masë muskolare sepse kisha 80% masë muskolare, tani kam 81.8%. Edhe të gjitha këto i kam bërë brenda 2 muajve. Tani mund të mos jetë një ndryshim wow, por më përpara nuk e kam bërë këtë peshore ndreqi që ta haj. Edhe nuk e kam që në fillim të shoh që para një viti e gjysmë që kam filluar palestrën të shoh ç'a ndryshimi ka ndodhur te trupi im. Po brenda 2 muajve kam bërë këtë ndryshim. Nga fillimi sa ndryshim kam bërë. Nuk e di gjithsesi unë jam shumë e kënaqur me ndryshimin tim. Edhe ujtin e kam rritur në trupin tim nga 60.5% e kam çuar 61.9%, që është super hidratohuni. We have to be hydrated queens. Që të kemi lëkurën e pastër, që të kemi sa më pak celulit, I'm so happy right now, like so happy. Ky kefir me vanilje është bërë preferuarim. Unë këtë e hap, kam 500 gram, edhe pi të ndarë në 3-4 ditë, mund t'jetë dita e 4 që po e pi sot. Nuk mundem ta mbaroj brenda ditës, nuk e kam idem fare si burim pin 2 të këtilla brenda ditës. Snacket e Milos Qelbener, në përgjithsi çdo gjë që i marr, Baconeto. Ti pëlqejnë gjithsesi, seduto. Bravo Luzja ime. Ju thash që këtë javë kam bërë xhama, dritaret, po i kam bërë të gjitha përveç kësaj të dhomës të gjumit. Kështu që duhet ta bëj edhe këtë.
diku te 1 orë e qerek, 1 orë e gjys për të mbaruar një dritare. Prandaj edhe nuk I kisha mbaruar të gjitha. Bëja çdo ditë nga 1, ato më të voglat mund bëja 2. Por bëra shumë gabim, dje nxora këto pijame ti veshi kisha të larka dhe tani diet bëra punë me këto, u bën për të lartë. Duhet të nxjerr pijame të tjerë. Mund të kisha veshur roba për shtëpi, nuk vesh. Whatever. Ik me bra. Unë përveç se shes në vinter edhe blej. Po blej vegla pune. Bleva një flash nga Sony, duke qenë që kam edhe kamera Sony. Edhe është që ta vej sipër te kamera për të bërë fotografi me flash në dark, që të duken estetike të pastra. Po duhet ta mësosh ta përdorësh. Është wireless, tani duhet të kuptojmë, duhet ta vet ajo kamera. Ai tha që është re fringo, tha që nuk e ka përdorur fare. Pagetimi. Teknologjia. Nuk e keni ide sa ko i desha këtë gjë. Me lekët që shita kameran që më dha Eleana, që ishte kamera ime e parë, e mora nga Athina kur u ktheva këtu. Me lekët e asajt investova te kjo. Okej, sepse duhet investosh te puna jote. Kjo edhe ngrihet më duket. Inshallah është një investim I mirë. Fleshi më duket yll dhe po bëj pak oriz. Hey Google, meti timer 15 minuti. Ka vajtur drek. Jo, ka vajtur dark. E buri më tha do ik të luaj futboll, kështu që po I gatuaj që të haj një herë. Mos iknes të ma humbosh se kthej pastaj në orën 11:30 edhe nuk snuk. Ndërkohë fshiva edhe këtu të gjithë shtëpinë e drurit, pak lavatriçen, pastrova këtu filtrat të tharsja dhe do nxjerr këtu. E kishim bler këta në të përdorurat që thoni, kishte gjetur Klajdi. E është bëri të merrshëm burim në të përdorurat, ç'a nuk gjen. Edhe është kështu, për të futur rrobat, palto njërin tjetrën, mundesh ta mbyllësh, pastaj e mban kështu, por e kam lënë aty, kam haruar fare. Do e ndej momentalisht këtu që të kujtojmë ta laj o më vonë ose nesër. Më ka zënë shumë keq kurizi sepse I bëra të gjitha punët e shtëpisë. I hyra mirë domethënë, edhe tani nuk po ndjem fort mirë. Çfarë thua? O kush erdhi? Çime verdhi. Humbët apo fituat? Sonde humbëm. Unë do mbyll ditën me true crime që çaj kam përgatitur, kështu që ne shihemi si gjithmonë te video radhës. Mua.